إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالندريم ذا الأذرات إتاقين الله جل جلاله صلاة السلام qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre deri ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu në Kur'an: "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira." Më të vërtet ju keni shëmbëltyr të mirë të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarju Allah, ai i cili shpreson në Allahun dhe në botën tjetër dhe e përmend shumë Allahun. Pra Allahu e dërgoi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam shëmbëltyr për neve, e dërgoj jërnek për neve, e që ne obligohemi në përditshmërinë tonë vazhdimisht të shkojmë duke u përmirësu, duke avancu në ngjeshmërinë tonë me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Do të mundohemi për ditë e sa më shumë të jemi të ngjajshëm me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, dhe jo çysh ndodh zakonisht në mesin ton, ku dikush e lën ignorancën, i kthehet Allahut me një vrull të madh, dhe pastaj pas një periudhë kohore, pas një viti ndoshta, pas një vit të gjysmë ndoshta, vazhdon gradualisht duke ra. Vazhdon gradualisht duke ra dhe i përmend ato momentet e para të udhëzimit, se sa mirë ka qenë, sa kënaqësi ka qenë dhe kështu me radhë. Besimtari duhet të jetë kështu. Besimtari duhet për ditë me shtu, me avancu, jo me paksu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith: "Khairun nasi anfa'uhum lin-nas." Njerëzit më të mirë janë ata që janë më të dobishëm për njerëzit. Njerëzit më të mirë janë ata të cilët janë më të dobishëm për njerëzit, për të tjerat. E nga ky hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kanë thënë Imam Tabarani, kuptojmë që pejgambert e Allahut kanë qenë njerëzit më të mirë. Për shkak se ata kanë qenë të mirë në veten e tyre dhe kanë qenë më të mirit
për të mirën e të tjerëve. Duke filluar te pejgamberi të mëherët dhe deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E kemi shembullin e Jusufit alayhis salam, i cili ka qenë i mirë për vete dhe ka qenë i mirë për të tjerët. Pra, ka qenë me bëmirësi në veten e tij dhe ka qenë me bëmirësi tek të tjerët, për të tjerët. Ka qenë i dobishëm për të tjerët. Kur i tha mbretit, "Ma jep mua kujdesjen e shtëpis apo pasuris, për shkak se unë ditë kujdesem mirë." Dhe me diturinë e tij, prej anës Allahut subhanahu wa taala, arriti të shpëton njerëzit pavarësisht fatësisë e cila i ka prej ata për disa vite. Kështu e kemi njëjtë rastin e Musait alayhis salam, i cili kur iki prej Firaunit, shkoi te vendi Medjen dhe atje i pa një grup të njerëzve duke u dhënë me pi kafshëve, dhe aty anësh i pa 2 vajza të reja. U afru dhe ju ndihmoj atyre pa ndonjë problem. Pra i dobishëm për të tjerët, edhe pse kishte nevojë të skajshme ekstreme që dikush më ndihmu atina. Për shkak se ishte në vendin e huaj, ishte larg shtëpisë së tij, ishte i lodhur, ishte i rastapitur. Megjithatë, krejta kjo ngjarje, krejt kjo gjendje e Musait alayhis salam nuk e pengoi atë që t'ju ban mirë të tjerë dhe në kohën kur ai kishte më shumë të nevojë dikush më ndihmu atina. Dhe historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e stërmbushur me ngjarje ku ai sallallahu alaihi wasallam e ka lënë edhe veten keq për me bërë dobi të tjerëve. Në qoftë se ka ndodhur që dikush prej sahabive ka vendosur një gur në luktin e tij, në barkun e tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka vendosur 2 gurze. Gjithçka që ka pas në jetën e tij e ka dhënë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Të gjithat pasuria e cila i mbet prej Khadijës radhiyallahu anha, e cila kishte shumë pasuri, e cila ishte prej më të pasurve të Kurajshve, krejtat pasuri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dha në rrugën e Allahut xhela xhelaluhu. E gjithë kjo ishte për të mirën e të tjerëve, për dobin e të tjerëve. Thot Ibn Kaimi, Allahu më shëroft. Natyrshmëria, logjika, natyrshmëria e pastër, logjika e shëndosh, përvoja ndër popujt, pavarësisht kategorisë së tyre, fejës së tyre, nacionalitetit të tyre, argumenton se nuk ka vepër më të mirë me cilën njeriu e fiton bëmirësinë se sa afrimi tek Allahu dhe bëmirësia ndaj të tjerëve. S'ka ndonjë sen më të mirë. Nuk ka diçka që e kënaq shpirtin e njeriu, që e bën më së rahati shpirtin e njeriu se sa afrimi tek Allahu edhe bëmirësia ndaj të tjerëve. Tash psikologët botror në për perëndim japin këshilla pacientëve të tyre që me të i kalu ato problemet psiqike që e kanë ata, depresionit që e kanë ata dhe kështu me radhë, qysh me largu një prej metodave më të mira me ndihmu të tjerëve. Me ndihmu, ata nuk thojnë sadaka me dhamë, ata thojnë me ndihmu dikujna. Këtë neve në kalor, kjo ka qenë tradite pejgamberve. Tradite pejgamberve. Se jeta e tyre komplet ka qenë për shërbimet e tjerëve. Jeta e tyre ka qenë në shërbim të të tjerëve. Ibn Kaimi thot, nuk ka ndonjë begati, ndonjë të mirë, nuk ka diçka me cilën njeriu kënaqet mas shumti se sa me afrimin tek Allahu dhe bëmirësia ndaj të tjerëve. Këtu lben pa dhe këtë e argumenton një pjesë e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur flet për vlerën e diturisë, thot: "Wa inna fadla al-alimi 'ala al-'abidi ka fadli al-qamari 'ala sa'iri al-kawakib." Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Thot, dhe kështu vlera e dietarit në krahasim me adhuruesin
Pra njëri I cili ban adhurim mirë po është edhe dietar, se s'ka mundësi me qenë dietar pa qenë adhurues. Nuk mundet ai. Krejt qëllimi I ilmit është me bë ibadet, adhurim. Në qoftë se na e fitojmë ilmin, edhe bëhemi kolos të dijes, mirë po nuk ka adhurim Allah, dituri islaman do vi kurrë as këtë botë, as në botën tjetër. E thot pejgamberi sallallahu vlera e dietarit krahasim me adhuruesin, me atë I cili e ka diturinë obligative dhe është I dhënë më shumë mas adhurimit, ibadeteve konkrete për vete, thot është sikur vlera e hanës me yjet. Hana ban dritë për të gjithë. Yjet bëjnë dritë vetëm për vete. Dietari ban dritë edhe për vete, edhe për të tjerë. Dietari është I vyshëm edhe për veten, edhe për të tjerët. Kurse adhuruesi është I vyshëm për veten e tij. Jashta, do më thonë diturisë që e ka obligative, tjetërën kohë e harxhon njohjen e Allahut, njohjen e pejgamberit, njohjen e fesë islame me argumente, këtë e ka secili besimtar duhet me pas kët, secili musliman duhet me pas kët, pastaj plus kësaj ka ilm shumë ka. Ka shumë ilm, tani jetën me kërku ilm nuk ndalet edhe nuk harxhohet kur. S'më me fituar, kur gjë. Krejt me adhan jetën ilmit, shumë pak marrin prej saj. Mirë po dikush mjaftohet me aq. Dhe tjetrën kohë ja kushton adhurimit ibadetit. Tash kur ban dikush ibadet, adhurim, namazin që e falim na, dobi për namazit ka vetëm ne kemi apo. Dhikrin, leximi I Kuranit, ne kemi dobi. Mirë po, ka do vepra tjera, tek të cilat dobi kemi edhe na, edhe tjerat. Kjo kategoria e njerëzve janë më të mirë. Kjo kategoria e njerëzve janë më të mirë, edhe pse në të dy kategoritë ka hajër. Që ka thonë pejgamberi sallallahu al-mu'min al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kullin khayrun. Besimtari I fortë, I fuqishëm është më I mirë dhe më I dashur te Allahu se sa I dobti. Ana tek të dytë ka hajër. Tek të dytë ka hajër. Shembuj të veprave, do të përmendim shkurtimisht disa vepra që I kanë përmend dietarët të nxjerrur nga Kurani dhe Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpresë që prej kësaj xumaje secili prej neve mas pakti me bën jetë njërin prej këtyre veprave me bë në jetën e tij. Mas pakti njërin prej këtyre veprave me bë në jetën e tij. Vepra e parë dhe më e mira me të cilën njeriu I bën mirë vetes dhe të tjerëve është thirrja në rrugën e Allahut subhanallahu. Nuk ka ndonjë të mirë, më të vlefshme, që ka mundësi njeriu më ia bë të tjerëve, se sa më ia mësu fenë Allah subhanallahu. Sot për fat keq, njerëzit janë dhënë karshi dhe I vlerësojnë më shumë disa të mira që u bëhen njerëzve që janë të vlefshme, nuk diskutohet, mirë po në krahasim me thirrjen në rrugën e Allahut, në krahasim me ja mësu njerëz dhe halalin dhe haramin dhe me ja përkujtu Allahun dhe botën tjetër, nuk krahasohet. Për shkak se kjo është vepra më e mirë. Kemi pas rastin e jetën e pejgamberit sa stem ku dikush ka hek për bukë dhe ka popën sa me sy ka pa. Mi pa ka pas atë armën e fuqishme të parën vepër më të mirë, më të vlefshme, ai ka qenë thirrja në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Thot Ibn Hajeri, Allahu e mëshiroft, me të vërtet, ai I cili e mëson Kur'anin dhe u mëson të tjerëve, ai e ka plotësu vetën e tij dhe u ka bë dobi të tjerëve. Dhe nuk është askush kur ky njeri. Ai që mëson Kur'anin, kur thamë mëson Kur'anin nuk është për qëllim e mëson me lexu Kur'anin. Edhe kjo është e mirë. Me mësu me lexu Kur'an dhe me mësu të tjerë me lexu Kur'an, kjo është e mirë, nuk diskutohet. Me mësu hifz Kur'anin dhe më u bë se dikush edhe me mësu hifz Kur'anin, edhe kjo është e mirë, nuk diskutohet kjo çështje. Mirë po, hadithet që flasin për vlerën e Kur'anit janë për qëllim hadithet që e mësojnë Kur'anin, edhe e din kuptimin e saj, dhe I din dobitë e saj, e din halalin, e din haramin. Kjo është për qëllim në hadithet kryesore të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe pse veprat tjera janë të mira, nuk diskutohet kjo çështje. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më I miri për juve është ai I cili e mëson Kur'anin dhe mëson të tjerëve. Tash nëse njëri preokupohet vetëm me mësu shkronjat dhe leximin e Kur'anit,
dhe tjetri nuk e bën ta mirë, po ja mëson halalin dhe haramin, atë që ka bëu obligim Allah dhe atë që ka ndaluar Allah në Kur'an. Më i mirë është ky i dyti. Pse? Se kjo është për qëllim për Kur'an, nuk është për qëllim vetëm leximi i Kur'anit. Është për qëllim me mësu halalin, haramin, çka ka obliguar Allah, çka ka ndaluar Allah, çka ka cilësitë besimtarëve, çka ka cilësitë munafik. Krejt Kur'anin me çin praktikën tonë që është përditshme. Kjo është vepra më e mirë. Lum për atë i cili i kalon zbukurive të kësaj dunjaje, i kalon biznes të kësaj dunjaje, i kalon mundësi të mëdhaja të shumta që janë dhënë në këtë dunjë për marrë diçka, i ka braktis dhe është prekupu me mësimin e fesë Allah subhanahu wa taala që t'i bën dobi vetë të tjerëve. Kjo është rruga e pejgamberëve. Kjo është vepra më e madhe, Allah na ofroi tyre. Allah na bëft të vazhdueshëm në këtë vepër. Për shkak se ka shumë njerëz që fillojnë dhe braktisin. Ka shumë njerëz që fillojnë, vazhdojnë dhe pas një kohe braktisin, Allah na ruaj. Me qenë të vazhdueshëm deri në fund. Kjo është vepra më e mirë. Prej veprave më të mira tjera që u bën dobi njerëzve është ndërtimi i xhamive. Kush bën se vetë me ndërtu një xhami në këtë dunjë, Allahu ja ndërton një pallat në xhenetin e tij. Kjo është prej veprave më të mira me të cilat njeriu i ndihmon njerëzve, posaçërisht besimtarëve, aty ku ata shkojnë me mësu fenë Allah subhanahu wa taala. E përmendëm hutbën e kaluar apo vepra e parë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka bërë pasi që ka ardhur në Medinë, dy gjëra, xhamia, vllaznillaku. Para në ndonjëri për ne u bo shkaktar me ndërtu një xhami në të cilën ka më mësu feja Allah dhe ka më rritë vllaznillaku. Allahu akbar. S'ka më mirë se kjo. Më mirë se kjo është nash. Ka mundësi që s'ke mundësi me ndërtu komplet i xhami. Jep sa të kesh mundësi. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpëtojeni veten tuaj qoftë edhe me një gjys hurme. Sot një pakete hurmave 700 gram apo 1 kilogram kushton për atyve të minave, po tham kushton 10 euro, 15 euro. Para më tash një gjys hurme sa kushton? Hiç apo. Mos shkon ato hurmat e lira që janë kanë 100 euro një paketë. Me gjys hurma ti ban hiç, s'kushton hiç ajo. Ka thonë pejgamberi se shpëtojeni veten tuaj prej zëmit të xhenemit, qoftë edhe me gjys hurme. Ama kështu kjo më dhon gjys hurme është më dhon sadaka. Pse o kjo shumë e rëndësishme? Se ju bën dobi të tjerëve. Ka mundësi që ajo hurma për ti nuk ka kurrë, për dikan është jetë. Për dikan është jetë. Për ti është sot diçka e rëndësishme, për dikan është jetë, komplet jetë është për ta. A e keni parasysh sa e rëndësishme është dobia për të tjerët? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos e nënçmoni asnjë vepër të mirë, mos e nënçmoni. Për shkak se është e madhe te Allahu subhanahu wa taala, për shkak se bëhet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Prej veprave të vlefshme është nasihati. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu an-nasiha." Dini është nasihat, është këshill. Nasihat për Allahun, për pejgamberin, nasihat për fenë e Allahut, nasihat për udhëhecat e muslimanëve edhe për popullatën e tyre. Nasihati me Allahun është me qenë të kujdesshëm në kufijtë e Allahut. Me realizu urdhnat, mu largu prej ndalesave. Çka është nasihati? Karshi Allahut. Nasihati me pejgamberin është e njëjta, me qenë i dëgjueshëm dhe respektueshëm ndaj pejgamberit. Nasihati ndaj fesë është me mësu fenë, më preokupoj me mësu fenë. Nasihati për udhëhecat e muslimanëve është me këshillu me pas frikë Allahut subhanahu wa taala edhe ta realizojnë fjalën e Allahut mbi popullatën. Edhe nasihati mbi popullatën është me këshillu mes vetë. Me këshillu mes vetë. Çka do të thotë përsëri po tham, mos e nënçmoni asnjë fjalë më të vogël për punëve të mira. Pse? Se ka mundësi që ajo fjalë, apo një fjali 5 minuta prej anës tane tek ti nuk ka shumë vlerë, ka mundësi për ta shudhëzim rrugën e Allahut subhanahu wa taala. A dim na se sa njeriu Zot jo me fjalë, për një gjest të vogël është. Për një buzëqeshje është. Për nuk di, diçka shumë të vogël diçka. Udhëzohen njerëz rrugën e Allahut. Ne duhet ta hedhim farën. Pastaj bereqetin e shon Allahu subhanahu wa taala. A ka më zon vend ajo fjalë e jote e mirë, ajo vepër e jote e mirë, vallahi ka më zon vend dikon. Ama kurrë nuk e dim.
ama diku po më zon vend. Mas paktit ti ke fituar. Kjo është më e pakta. Një punë të cilën na e bojmë për me qenë të vyshëm për të tjerët, mas pakti na fitojna. E mas shumti është edhe ajo atë të cilën e prismi prej të tjerëve kur veprojmë atë vepër. Prej veprave ekstreme të mëdhaja dhe të vyshme dhe të rëndësishme në fenë Allah subhanahu wa taala është me përmisua raportin mes dy njerëzve që kanë kacafytje me zveti. Dy edhe kanë probleme, kanë kacafytje, kanë mosmarrveshje, kanë këtë shkuptime dhe shumë radhë, më u bo shkaktar ti me i përmisu gjendjen. Kjo është një prej veprave shumë të mëdha në fenë Allah subhanahu wa taala. Çka tha pejgamberi sa stem? A doni me ju tregu për një veprë e cila është më me vlerë se sa gradat e agjërimit edhe namazit e sadakas? Qalu bela, i thanë po Rasulullah, tha përmisimi i raporteve mes dy vetëve që kanë probleme. Kjo ndajherë bëhet shumë thjesht. Hëstu, kene me frikë Allahun, e për dorë më shpejt, që kaqë? Ama, cila është vlera, ma mirë se sa gradat e agjërimit, gradat e namazit, edhe sadakas. A pak po duket që kjo? E thash, ndonjëherë, veç me të këshirë me sos që këtë punë. Ndonjëherë, me 5 minuta muhabet, ndonjëherë duhet me vjetë me muhabet. Me vjetë me mundu, ndonjëherë, ama ndonjëherë, shumë shpejt. Me largu këtë shkuptimet, hidhrimet, paragjykimet mes dy vetave. Dhe kjo nuk është për qëllim vetëm në aspektin familjar, në familje, është për qëllim mes raportit musliman, besimtar me besimtar. Për veprave tjera të mira e të dobishme për të tjerët është ndërmjetësimi, edhe me ndihmu personit që është bë zullum karshi zullumçarit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur dikush ka kërkuar ndonjë prej këtyre çështjeve, ka thonë ishfa'u tu'jaru, ndërmjetësoni kënë më shpërbly. Ndërmjetësoni. Ke mundësi me ndërmjetësu në përmisimin e një gjendje, ndërmjetëso. Ke më shpërbly të Allah s.w.t. Kjo ka ardhë këshill nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qada'u hawaiji an-nasi wa ighathatuhum. Me ju ndihmu njerëzve me ja largu problemet. Kanë probleme, kanë nevoja prej më të ndryshmeve, mu mundue me ju ndihmu në këtë çështje. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi." Ai i cili është në ndihmë të vllaut të tij për ndonjë problem që ka, Allah është në ndihmë të tij në ndonjë problem që ka. Ai i cili ja largon një breng një besimtarit në këtë dunja, Allahu ka me largon një prej brengave të botës tjetër të gjykimit. Kjo është më madhe. Vallahi kjo është më madhe. E thash, jashta shpërblimit për në botën tjetër, kjo është knatësi shpirtërore. Nuk ka më lezet, më knatësi, më rahatlëk me shku të shtëpia në brane me rame pushua, se sa kur të shkesh me pushu dhe e di që sot e kisos një kësi pune. Ja ki hek njënit një breng. Që thash, ka mundësi brengën të cilën ti ja largon dikujna, por ty nuk vlena e kur gjohë, por ty nuk është asë një farë mundi, por ty është diçka shumë e thjeshtë, ama ta dish që brenga ati është jeta ati komplet. E kjo brengë, lazni, mbajnë i merë, se ndonjëherë mund me qenë vetëm një fjale mirë, ndonjëherë mund me qenë vetëm një busqeshje, ndonjëherë mundet me qenë vetëm një përgdhelje, edhe këthjelët njeriu. Edhe pastaj varësisht mundësive që na i kemi. A vallahi, për rreth neve kemi shumë njerëz me brenga, që na e dim, që ata kanë nevojë që dikush me ozgja dorën, mirë po na harojme për zbukurimit të kësaj dunjaje. Na kap gafleti, na kap mërzia, dembelia, dhe pastaj veç kur të marrin vesh që ka kish vdek filani. Dhe vajton pastaj vetën tonë. Ose filanit ja kish kry punën filani, pastaj ti vajton vetën tonë, se ti ki pas mundësi me kry. Se ki ba. Sadakaja, edhe dhënia pasurisë
për mi ndihmu fukarave. Tha Allah në Kur'an: "Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Shembulli atij i cili jep sadaka, ku shembulli atij i cili ka hedhur një farë në tokë dhe prej saj ka dalë një kallaj me 7, secila prej 7 ka 100. Allah i kuna do ja shton. Allah jep shumë. Sot për neve ndoshta, për njërin prej neve, s'po them për të gjithë, për njërin prej neve ndoshta hiç nuk ka problem me shku me ongë një dorë 50 euro. Ama ato 50 euro ose ato 100 euro që për neve nuk janë kur gjë ndoshta, për dikan është gjysmë të shtëpia harxhllok. Për dikan ndoshta është gjysmë harxhllok të shtëpia. Mill, zejtin, kryp, çajo. Me ka përci mujin. A e kuptoj vëllazë rëndësinë e kësaj pune ajo? Thash, po i paraqes këto punë të mira prej haditheve dhe ajeteve që mas pakti njëri për neve, mas pakti një për këtyre punëve me bon jetë me e pas vazhdueshme jetën e tij. Mas pakti. Gjëra po tham, edhe atë me bon një jetë me gjëra që ty s'kushtojnë shumë. Edhe pse na duhet me lënë vetin keq për të tjerat. Që se dojmë arrit shumë knacinë Allah subhanahu wa taala. Zaten pa e lënë pak vetin keq, s'mund me bërë shumë punë të mira për të tjerat. Rasulullah s.a.s. e ka lënë vetin keq, e ka lënë. E ka lënë vetin keq, një muj, edhe një muj, nuk është ka zjarë në shtëpinë e tina. Pa no, 3 muj s'u zhboj e mek në atë shtëpi. 3 muj s'ka posh e mek. Para me natë të na me ndodh 3 ditë nëse me qenë frizhderi shprast. Po panik bëhet në shtëpi, i ka panik, këtë shtëpinë ka panika. 3 muj, hur ma uj kanë hanë. Kush ka pu dikush për ensarve, ose për muadjive i kanë imu për nga mësën me diçka, janë mjaftuar. Ta dim që si njerëz ka dhe sot. Kësi njerëz me halë ka dhe sot. Kësi njerëz me depte ka dhe sot. Mirë për neve nga kap gaflete. Neve nga kap dëmbelia. Neve nga kap mërzia. Dhanja e borgjit. Me i dhe në borgjt të tjerve. Kjo është një prej veprave shumë të mëdhaja edhe shumë të vlefshme. Ai i cili jep borxh një personi 2 herë është sikur me dhënë 1 herë sadaka çat shumë. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Ai i cili jep një personi borxh 2 herë se vapin e ka sikur me dhënë sadaka 1 herë çat shumë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka transmetuar hadithin Imam Muslimi. Se ka qenë një person i cili u ka dhënë borxh të tjerëve. Ka pas një person i cili u ka dhënë borxh të tjerëve dhe i ka thonë punëtorit vet. Kur shkish me marr borxhin, nëse e shef dikan të rënduar që s'u e kthen borxhin, kam 40 vit, s'mundet me kthy borxhin, mos e marrëç. Falja krejt me shpresë që Allah më na kalu neve. Te i kaloj ti atë me shpresë që Allah më na ta kalu neve. Tha pejgamberi s.a.s. dhe Allah te kaloj këta, ja fali. Allahu ja fali. Ndonjëherë çaj borxhi do të më du kthy tyje ose mua, s'ka më shumë vlerë. Ndoshta nuk ka shumë vlerë. Ama për dikan, për atë që do të më ta kthy borxhin, ajo është një kodër për mikrin atyna. Edhe këtu të rreqim vërtetën mos me qenë neglizhent në mos hyrjen e borxhit, se ka dikush që merr borxhin dhe është neglizhent pastaj. Hajt se bëhet. Nëse marrin borxh në fat caktum, duhet me thënë telefon para vakut mi thon, "O vëlla, s'jam të i borxh të parë. A ka mundësi më dashnia fatin ajo?" Kjo është nga ana e atij që merr borxh. Jo me prit ditën kur duhet me kthy borxhin, ai thon, "Valla, s'kam me t'i dhon." Po më person që t'i ka dhon borxh, ndoshta çat ditë ka bu planin për diçka tjetër. Kjo është nga kënd e vit që merr borxh. Nëse s'mundet, e thirr para vakut, s'mundet t'i vao. Ka mundësi të bëjë një far kombinacion. Nga këndi këti që je borç, ka mundësi që atë borç që ti e ki dhënë, për ty nuk ka shumë vlerë. Ama për ata është një kodër për mikrije. Me bo me ja lecu atina, të lecënë Allah gjile gjelalu. Thash ka mundësi nërë këmë konë 10 euro, 15 euro, 1.000 denar, 2.000 denar, që s'kanë më vlerë të na shumë 1.000 denar. A për dikan janë vendimtare. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili jep borxh dikujt na 2 herë, është sikur me dhënë sadaka 1 herë në çat shumë.
Kjo është borx, ka me ta kthi për ajo për ajo, atë që më marr, ama ta Allahu konsiderohet sikur me pas dhon. Allah na bëf atyre që japim në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. It'amu at'am. Me ju dhon njerëzve me hangër ushqim. Me ju dhon njerëzve me hangër ushqim. Prej veprave më të mëdha. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se dikush e ka pyet pejgamberin se cili islam është më i mirë, tha me ju dhon ushqim njerëzve edhe me shpërnda, me i dhon selam atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh. Për veprave të mira, të rëndësishme shumë është me ju bë mirë jetimave, me u kujdes për jetimat, me u kujdes për gratë e veja. A disa ka për jetimat të muslimanëve. E jo krejt jetimat janë të një kategorie. Ka jetima me edhe gratë e veja me gjendje të rënduar. Posaçërisht vlen përmenden jetimat edhe gratë e shahidave. Ata që kanë shku dhe kanë dhënë jetën për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala, na i harrojmë që ekzistojnë. A baba dhe bashorti i tyre e ka dhënë jetën për këtë fe të cilën na po flasim. E pastaj fëmijët e tyre dhe gratë e tyre harrohen muslimanë, se kanë punë tjera kanë muslimanë. Një prej veprave më të mëdha është kujdesi për jetimat edhe kujdesi për gratë e veja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili kujdeset për gratë e veja edhe për nevojtarët është sikur ai i cili lufton fi sabilillah, apo ai që fal namaznate dhe agjeron ditë. Kështu është vlera. Kështu është vlera e kujdeses ndaj ndonjë gruaje të vejë ose ndaj jetimit. E posaçërisht gratë e veja dhe jetimat e burrave, të cilët kanë dhënë gjithçka më të shtrenjtën për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kujdesi ndaj kojshisë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atë shumë bani nasihat, më këshilloi Xhibril alayhis salam për kojshin, sa që mendohat që ka me e bo pjesë të trashëgimisë, kur vdes edhe ajo pas trashëgimisë. Para mendon tash. Që ka mundësi aty i shef, aty si shef kojshit as nuk kujdes se ki derbile se a ekzistojnë a nuk ekzistojnë ato persona. A është prej dispozitiva sheriatike mu kujdes për kojshin ta. Prej veprave më të mëdha me cilën njeriu i bën mirë të tjerëve është investimi për familjen e vet. Kjo prej më të mëdha më jeni më. Këto që i përmenda këto janë prej më të mëdha. Investimi për familjen e vet. E tek familja, tek gratë, edhe te bashortet, edhe tek fëmijët, investimi më i mirë është edukimi i tyre në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është më e mira, kjo është më e rëndësishme. Që me u eduku ata në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, me mësu fenë e Allahut, me pas moralin, akhlaqin e Kuranit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun që Allah të na bën sebeb që të ndihmojmë të tjerëve duke mos e humbur veten tonë. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na mundson që aty ku mundsi me ndërmjetësu për hajrin e të tjerëve, me u ndihmu të tjerëve. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.